Pra, është nga sektorët më të rëndësishëm, sepse ne, përveç sa oferta akademike, që thash, pra diplom dyshe, çfarë do më tepër. Qeveria shqiptare, vitin e shkuar, aktualisht, dhe këtë vit, për çdo student, për çdo të ri, dhe kjo është një thirrje për të rit, për prindrit, për shoqërinë, çdo i ri maturant që po mendon sot, ku të regjistrohet? Në qoftë se ai regjistrohet në këto programe të Universitetit Bujqësor, agronomi, zootehni, peshkim, mbrojtje bimësh, hortikulturë që merret me serat, inxhinier pyjesh që janë 1 milion hektar pyje në Shqipëri, inxhinier përpunimi që merret me përpunim me prodhimin e mobiljeve, jo vetëm nuk paguan në Universitetin Bujqësor, por paguhet me vlerën e pagës minimale në Shqipëri, që është 400.000 lekë të vjetra. Kjo është e vërtet. 80 student aktualisht në Universitetin Bujqësor që mbyllën vitin e parë konfirmojnë këtë fakt. I kanë marrë lekët ata? Absolutisht, absolutisht. Dhe fatmirësisht qeveria shqiptare ka vendosur që edhe për këtë vit akademik të vazhdojë kjo mbështetje financiare për këtë kategori programesh, sepse e theksoj. Që ju përmendët. Eksakt. Do të thonë, unë shkoj në Universitetin Bujqësor këtë vit dhe nëse regjistrohem në agronomi, zootehni, peshkim, mbrojtje bimësh, hortikulturë, inxhinier pyjesh, inxhinier përpunimi drurit, jo vetëm nuk paguan, por paguhesh 400.000 lekë të vjetra në muaj. Atëre i dëgjua degët. Këto janë degët për cilat ti nëse regjistrohesh, do të marrësh 400.000 lekë të vjetra, 40.000 lekë të reja, se ju shflisim me të reja të vjetra brezi tjetër, pra po do paguheni. Është vlera e rrogës minimale në Shqipëri. Përveç se kësaj, unë nuk do doja domethënë që një ri të jetë ky motivi kryesor. Po, që do marrë ca lekë. Eksakt. Por në fund të ditës, Universiteti Bujqësor ju garantoj për këtë që them, është një universitet që diplomës i jep vlerë. Kjo diplomë, jo vetëm që të njihet çdo cep, por në Shqipëri ke vendin e punës të garantuar dhe i e vërtet i respektuar për këto njohuri që ti ke. Përveç se kësaj, ne ofrojmë ambiente akomoduese, sepse Bashkia e Tiranës